raste për shembull kur vjen pacienti që ka lëkurën me ngjyrë shumë më të mbëllët, do të thonë më të errët, edhe kërkon një ngjyrë shumë të bardhë, që duhet me i tregu sepse duhet me u përshtat pak a shumë me ngjyrën e lëkurës, me ngjyrën e flokëve. Ka raste kur kërkojnë forma të dhëmbëve që nuk i përshtaten fytyrës, po që në bazë të analizës digjitale që ne e bëjmë si mjek dhe në bazë të, do të thonë secili pacient para se me vendos një urë ose një kuror, ne e vendosim një punim para që me po a i përshtatët gjitha tipareve fytyrës dhe mandej vazhdoj me dorëzimin e punimit definitiv. Unë këtu kam bo shumë punë, dhe me thonë kam bo shumë mund, kam e kriju atë punën time së bashku me teknikën e cila është shumë specifike dhe e cila është tejet estetike. Sepse në estetik, nëse nuk e bëjmë matë mirën, atëherë s'duhet ta prekim fare. Nëse nuk e kryojmë matë mirën tonë, s'do ta prekim. Estetika realisht bëhet për qef, nuk është diçka që... Shpesh herë të më thonë vinë edhe rastet kur kanë me bë përmirësime të vogla, pra dhe këto raste ose duhet ta bëjmë matë mirën ose nuk do të punojmë fare. Insistoj në ordinancën time në Ferizaj, insistoj me punu me teknikat më të mirë, sepse kjo është punë që bëhet bashkëpunim me teknikun, në mënyrë që neve me na arrit një vinirës ose një urë tejet estetike edhe që ka një gjatësi të madhe. A ka shumë kërkesa se sot kjo pjesa e fasetave, që i përmendëm edhe para ma herët gjatë kohës kur na pim kafe bashkë, është shumë sot e përmendun edhe e kërkune nëse nuk gaboj, që i bjen është në veshje... Fasita është një veshje, e cila vendoset mbi sipërfaqen e dhëmbëve dhe i ka 3 mundësi në realitet. Mund të bëhet pa gryrje fare, mund të bëhet me gryrje të një sipërfaqe të lehtë të dhëmbit dhe në disa raste mund të bëhet me një gryrje selektive, ashtu vetëm në vendet ku neve na duhet për me e rregullu harkun e dhëmbëve. Prandaj është shumë e rëndësishme pacienti me pas këtë informat, sepse nuk e dinë, gjithë vinë me bën një gryrje kështu shumë të madhe dhe me vendos. Te gjeneratat e reja gjithmonë punoj pa gryrje, ose me një gryrje minimale, unë kom këthy buzëqeshën të shumë gjenerata të reja, tu e rujt strukturën e dhëmbit komplet vitale, sepse i ka dhe ato pasojat e veta gryrja e madhe. Mandej edhe për ura, nëse është e nevojshme, e gryjmë vetëm njërin dhëmb, pjesën tjetër e vazhdojmë e kombinojmë me vinirës ose me faseta dentare, në mënyrë që sa ma shumë strukturë e dhëmbit të kërkohet.